Përshëndetje të dashur dëgjues, mirë se erdhët edhe këtë të shtu në emisionin Hynesha, si zakonisht me ju jam unë Elvana Shala, edhe sonte bashkë do të flasim me një grua shumë të veçantë, të cilën unë e kam shumë për zemër e po besoj që edhe të gjithë ju e njihni. Me mua dhe me ju është Arta Haziri. Përshëndetje dashur, mirë se erdhe. Përshëndetje Elvana, të falenderoj për ftesën dhe për kohën që e keni rezervu për mua. Shumë kënaqësi me të pas në studio, unë të prezantova shumë shkurt sepse tashmë i gjithë publiku pothuajse të njeh në shumë profesione, në shumë profile ku keni dhënë kontribut të jashtëzakonshëm e së fundi edhe në muzikë. Po Elvana, realisht unë kam fillu profesionin tim të parë si një mësimdhënëse e lëndës së muzikës. Aktualisht bëj 20 vite përvoj, jam tani në gjimnazin Zenel Hajdini, profesoresh e lëndës muzikës. Është privilegj të punoj në misionin e arsimit, të edukoj breza në artin muzikor, gjë që nuk është se jam përmbush me të vetmin e profesion. Kam parë që mundëm të jap më shumë nga vitja. Gjithashtu, kam fillu të mirëm shumë me edukimin e fëmijëve, nga aty dashuria që fëmijët ma kanë dhënë, dhe njëkohësisht ai talenti që unë e pasht tek fëmijët, fillova të krijoj këngë për fëmijë. E ndërkohë për të vazhduar pastaj edhe me festivale, sepse aktualisht jeni drejtoreshe e festivalit ndërkombëtar Rising Stars në Gjilan, një festival që tashmë ka marrë për masa ndërkombëtare dhe që do të mbahet së shpejti, pra në qeshor po besoj në Gjilan, por para se të flasim për këto periudha, para se të flasim për anën profesionale. Në fillim të këtij emisioni zakonisht të gjitha hyneshat i rikthej në retrospektiv, si kanë qenë ato kur kanë qenë fëmijë. Në këtë rast çka kujton Arta nga fëmijëria e saj? Unë jam vajza e tretë në familje, edhe ashtu si më thojnë edhe prindrit, ndoshta për krejt fëmijëve kam dallu në atë aspektin se kam qenë më kërkuese, më e gjallë, dhe asnjëherë nuk jam ngop me kërkesat. Zakonisht, mbaj mend në fëmijërinë time e kam ndru profesionin që e gëzoj sot. Në lagjet e mia, unë kam udhëheq gjithmonë pjesën e programeve të fëmijëve, qysh si fëmijë, do me thonë e kam ushtru të njëjtën profesion që sot unë e bëj me shumë dashuri dhe me shumë përkushtim. Gjithashtu, do me thonë, i kam pri lojrave të lagjes ku unë kam jetu, kanë qenë e shoqërueshme shumë, kam dhënë shumë dashni, ashtu me përkufizojnë edhe shoqëria që jam rrit, po edhe prindërit. Kam pas një ndjesi shumë të veçantë edhe për moshat, për shembull për pleqërit. Ju mundu të jem edhe kujdesshme edhe në atë aspektin ku unë kam jetu, kur kam pa që me një shtëpi janë vetëm pleq, ju mundu me dhoni kujdes më të veçantë për atë familje, shpesh herë duke ja kryer ndoshta nevojat e tyre, për çku ndoshta deri tek shitorja për t'i blerë, disa gjëra elementare për shtëpinë. Kështu që edhe si fëmijë, ashtu siç prindrit më përkufizojnë edhe ashtu siç unë e mbaj mend veten time, kam qenë një fëmijë i gjallë dhe me plot hari, nga se edhe prindrit na kanë dhënë shumë dashni, dhe jeta në kohët kur unë e kam shiju fëmijërinë, ka qenë me plot lojra, me plot aktivitete, gjatë që sot më dhem shumë se fëmijët sot nuk e kanë atë jetë. Sot fëmijët janë bërë më shumë të teknologjisë, do të thoja, gjitha ato lojrat e lagjeve për cilat ti po flet janë shndruar në lojrat të telefonit, fatkeqësisht edhe të tabletëve të ndryshëm, diçka që ndoshta i ka bërë edhe fëmijët të jenë më antisocial në kohët e sotit në dallim nga ju. Po besoj që gjatë rritës ke pasur edhe sfida të ndryshme gjatë shkollimit. Çka kujton nga sfidat, Arta? Kujtoj nga sfidat sepse unë vazhdova shkollën e muzikës dhe mbaj mend që në kohën time nuk ka qenë e lehtë për prindrit e mi të ma blejnë instrumentin muzikor. Unë isha në piano. Motra e madhe ishte në instrumentin e violinës. Dhe gjendja ekonomike nuk ishte
e knaqme për prindrit e me për me pas të letë, për me ma siguru edhe instrumentin e shtëpi. Por ne u dasht të koordinohemi me oraret e shkollës, si kanë qenë të lira klasat ku ishin të vendosura pianot, ndoshta për pos mësimit që mbaronin procesin mësimor, më zhdash ndoshta të qëndroj tër ditën në shkollë, për me ju shtru shtrimet që profesorët neve vetëm na epshin me ju shtru ndoshta në shtëpi, në pamundësi të instrumentit në shtëpi, është dasht të qëndroj me orë të tëra në shkollën e muzikës, për me arrit edhe qëllimet. Po mboj mend pastaj që prindrit me shumë sakrifica na kanë siguru edhe instrumentet muzikore, duke I lënë ndoshta shumë gjëra bazike anash për me na plotësu neve kërkesat e shkollimit. Dhe jam shumë falenderuese për këtë që prindrit vazhdueshëm e kanë bërë për neve si vajza, edhe për motrën edhe për mua, se sot unë e di që prindrit e me janë jashtëzakonisht krenar për atë që çka kanë investuar tek fëmijët e vet. Art, po flisni me një entuziazëm të jashtëzakonshëm rreth dashnisë që e keni pas për muzikën që fëmijë sot që jeni profesoreshë e kësaj lënde, edhe jeni ndër figurat kryesore që jep mësim ndoshta tek studentët dhe gjeneratat e reja. Sa e sheh të njëjtin entuziazëm për dallim nga fëmijëria juaj? Apo ka ndryshuar në masë të madhe? Jon ato tranzicionet Elvana, po e shoh që është entuziazmi edhe I fëmijëve, edhe I rinijës, edhe moshave, do me thonë tinigjer adoleshent, nga se tani aktualisht janë shumë mundësi. Nëse ti ke një ëndër dhe don të arrish ëndrën tënde, mundësit janë të shumta. Nëse e krahasojmë... Por a ekziston vullneti në krahasim me vullnetin tuaj që e keni pas? Sepse mundësit tani janë, por duket sikur vullneti mungon tek gjeneratat e reja. Ndoshta nuk është vullneti I njëjtë, si që ka qenë për neve, por unë mendoj që kur kanë ofër një përkraje të prindërve dhe një pedagog të mirë ofër vetës, I shtyn ata për ma arritë të qëllimi. Unë mendoj se gjithçka që na përpunojmë, si me fëmijët, si me tinigjerët, si me adoleshentët, gjithçka që ne e përpunojmë, e arrim edhe atë rezultat. E arrim ndoshta edhe atë dritën jeshile që na ndonjëherë duhet të dim t'ja vezëm këtyre gjeneratave, që të arrihet edhe rezultati edhe vullneti për me realizu gjërat bukura muzikore. Art, muzika sot për ty vlerë e shtuar apo komercializëm? Me thonë të drejtën Elvana, janë dy rryma. Jo është edhe komercializëm, ndoshta në perspektivën më të madhe është komercializëm, por unë si mësim dhënëse e muzikës, si një drejtorish e dy festivaleve, mundohem me sjell festivale ku flet vlera. Për faktin që ko marrë guxim me realizu një festival internacional, Rising Stars, I cili I prik krejt grup moshat, të fillu prej fëmijëve, të nigjerve, rinia dhe mosha e të rriturve, është një festival ku kam vendos këtë festival dua ta krijoj live, gjallë. Këndimin është edicioni I parë? Është edicioni I 9 me radhë. I 9. Dhe është me përfaqësim ndërkombëtar edhe mundem me thonë që është me një jehun kulminante të përfaqësimeve ndërkombëtare. Në vitin që e lam pas, I kisha 18 shtete ndërkombëtare. Tani, në këtë vit, do me thonë, është rrit numri I shteteve ndërkombëtareve dhe interesimi. E për faktin që unë kam vendos me sjell një festival live, kur është një këndim live, aty janë edhe vlerat më të mëdhaja të këndimit cilësor. Aty mbatet secili artist se sa interpretimi I tij peshon duke kënduar, do me thonë, komplet këngën gjallë, live. Ka qenë gjithmonë kështu live që nga edicioni I parë? Nga edicioni I parë, kam vendosur që festivalin tim ta kem gjallë live, sepse janë emocionet që nuk përshkruhen kur është këndimi live. Unë mendoj se është ndonjëherë edhe një rrugtim I drejt edhe për ata talent që besojnë në vete dhe
gëzojnë mrenda vetës një talent, sepse ata pastaj e shohin vetën se ku janë dhe kërkojnë ma shumë nga vetja për me punu. Mbaj men shumë këngëtar kur kanë arë në edicionet e para, ndoshta nuk kanë qenë atë nivelin e zhvillimit profesional sa të duhur. Por kur kanë arë në edicionet e tjera, kanë arë shumë ma të përsosur dhe ma të përpunuar, sepse ata e kanë po që nëse mendojnë të zhvillohen, duhet të kenë ofër vetës një trajner të mirë vokali, zonit është që ti lind me talent, por nuk mjafton vetëm kjo. Nëse ti nuk mendon zonin ton me zgjeru dhe me përpunu me një profesionist që e din sakt se çka i duhet zonit ton, për me ta identifiku zhandrin që ty të flenë më së miri dhe për me ta shtru një rrugë të suksesshme në karierën tënde. Dhe ajo që sot më bëm përshtypje është se është rikthyer dëshira e gjithë këngëtarëve të këndimit live, marr parasysh faktin që ndoshta në periudhën e menjëhershme të pas luftës ishte shumë ai këndimi playback dhe pak kush e kishte guximin që të këndonte live dhe me një orkestër të madhe krahasuar me ditët e sotit. Është shumë e vërtet. Këndimi playback, për mendimin tim, është rrajshëm. Dhe ajo që kam vjen më shumë t'i keq është sepse ndonjëherë prindërit nuk është se din ta dallojnë Elvana tek fëmijët e tyre, se sa ka talent fëmia i tyre. Dhe për shembull ti nëse merr dhe përpunon një talent dhe vazhdueshëm bën me atë material duke e dërguar në studio vetëm duke e zhvilluar në atë aspektin e playbackut, ti nuk mund të thuash që ke arrit ta ndërtosh dhe ta formosh një talent në nivelin e duhur, sepse ai vazhdueshëm mësohet me atë këndimin playback, hyn në studio, e provon një herë, 2 herë, 3 herë, kthen derisa ta bën këndimin e dur, me raste ka kur unë i dëgjoj si profesioniste, po jo të gjithë e dëgjojnë, me raste bëhet intervenimi i zonit, se tash teknologjia ta bën gjithçka të mundur. Natyrisht. Dhe mandej ti si prind mendon që fëmia jote është të ecë me një rrugë të suksesshme. Jo, unë mendoj se është në rregull kur fëmijët janë shumë të vegjël të kenë një këngë të vetën dhe ta këndojnë playback, po mos të qëndrojnë vetëm aty. Po ata me kohë të zhvillohen, të aprovojnë edhe pjesën e këndimit live, gjallë. Natyrisht edhe është për të vlerësuar, absolutisht është për të vlerësuar iniciativa që e keni ndërmarrë sa i përket festivalit që gjithçka të shkojë live. E dashur shpejt kaluan minutat e para të kësaj pjese, tani është koha që t'i rikthehemi muzikës për të gjithë ata që janë duke na dëgjuar në radio, ndërkohë që ju asese mos e ndroni kanalin e Radio Kosovës, sepse pas pak Arta do të bëj hapjen e kartave të jetës së saj. Pra, përveç profesionit si muziciente, atë do ta shohim edhe në perspektivat e jetës së saj. Qëndroni me ne. Të dashur dëgjues Radio Kosovës, jemi sërish bashkë po ju shoqëron emisioni Hynesha e tash është koha që Hynesha ime personte Arta të bëj hapjen e kartave të jetës së saj në 3 perspektiva. E dashur e gati. Gati jam. Të zgjidhni një kartë nga e kaluara. Me të parat, Hajde. Cila është këshilla më e keqe që keni marrë për të dhe nga kush? Kur kthehesh në të kaluarën tënde dhe përkujton gjithçka që ke kaluar, cila është këshilla më e keqe që e ke marrë dhe prej kujt atë kujtohet? Po mendoj pak Elvana. Një këshill më e keqe që kam mujt me marr është ndoshta unë si fëmijë kam pas shumë guxim. Edhe gjithmonë jam njoft si një vajzë luftarake. Edhe ndoshta mbaj mend që ndonjëherë kur ma kanë cenu guximin ose ma kanë thonë tërthurazi, ndonjë mesazh të tillë e kam konsideru si një këshill shumë të keqe. Se nuk e kam marrë ndoshta si përkraje për me ma zhvillu këtë guximin tim, po ndoshta në të kundërtën, a din ti je vajzë, nuk duhet, nuk guxon, nuk bën. Po, duke i pa edhe këto stereotipet që zakonisht gjinore që mund pengojnë jashtëzakonisht shumë, e këtë po e konsideroj ndoshta si këshillën më të keqe. Nga kush zakonisht kanë ardhur këtu këshilla, këtu ndalesa? Ka ndodhur ndonjëherë nga rrethi familjar. Ka ndodhur edhe nga rrethi familjar. Ndërkohë që këshilla më e mirë nga e kaluara jote të kujtohet? Po, këshilla më e mirë më kujtohet është nga babie, sepse babi gjithmonë
na ka dhënë një përkraje tepër të madhe, duke na forcuar ndoshta edhe duke na ngrit moralin si vajza. Gjithmonë e di që më ka thonë që Arta, ti kemi adol gjithçka në jetë, sepse ti je vajza e tretë që mi ke sjellë ndoshta edhe djemt, po unë te ti shoh diçka të veçantë që nuk e kanë të tjerët. E nuk di pse gjithmonë brenda vetës më ka mbajt kjo, si një këshill e babit që ai ma ka kriju një farë besimi mu shumë të veçantë, na jemi 5 fëmijë, po nuk di pse gjithmonë më ka trajtu pi 5 fëmijëve pak më ndryshe. Ndoshta ndonjëherë edhe disa sekrete familjare babi ka shpreh me mu, e unë shpesh herë kom ndje veten ndoshta më të fuqishme. Më të fuqishme se babi, po besonte unë diçka që po i ndon gjitha këto me mu. E konsideroj prej babit, edhe unë menoj që gjitha vajzat shumë ka nevojë për këshillën edhe mbështetjen e baballarëve. Edhe uroj që të gjithë ta kenë ashtu siç e kam pas edhe unë. Absolutisht, është shumë e nevojshme. Çka thotë tashmja në këtë pikë? Zgjidheni një kartë nga e kuqja. Hajde. Po të lidhen kartat. Ne e ndajmë mbështetje në lloje emocionale, teknike dhe praktike. Merrni parasysh shembullin më poshtë. Nën A, çfarë lloji mbështetjeje jepni më shumë ose është më e lehtë për ju të jepni, dhe nën B, çfarë lloji mbështetjeje keni më shumë nevojë për momentin. Cila është Arta? Çfarë lloji mbështetje jep Arta zakonisht? Teknike, praktike apo emocionale? Dukesh edhe tip emocional. Po, apet trijat nuk i kisha ndo, mundohem trijat mi jep Elvona, sepse tash punoj si profesoreshe dhe mundohem shpesh herë edhe jashtë aspektit edukativ mësimor, gjej kohë dhe mundohem m'ju dhon këshilla gjeneratave të reja edhe për të ardhmën e tyre, edhe për ata ndonjëherë edhe me kriju një farë vetbesimi, edhe me pa një vizion para vetës, gjatë që e shoh ka njëherë e kanë si të trubëlt. Kjo emocional, pa dyshim që një artista na lidhë dhe kjo pjesa emocionale, ndishme, sensibël, na e kemi këto të krijume dhe thëmë shumë mirë që e kemi, se kur kombinohem bashkë edhe me këto teknikën, mendoj që arrihen gjanat tamam të mira ashtu siç janë reale. Dhe duket që nga kjo emocionalja njerëzorja del në pah më shumë. Shumë e vërtet, sado që thash, unë si karakter njihem pak ma luftarake, por mbrenda vetës e kam edhe këtë pjesën emocionale që e kam shumë të ndishme, por nuk du shumë me ekspozu. Mundohem ma shumë e majtë mbrenda vetës. Në këtë moment, për çfarë lloj mbështetje keni më shumë nevojë? Po flasim për momentin këtu në studio, po në këtë kohë, në këtë periudhë. Teknike, praktike apo emocionale? Apo edhe këtu të trijat. Se jeni në përgatitje të festivalit edhe të trijat hyn nga pak. Aktualisht, normalisht që kam dëshirë me marrë një përkraje, pak më shumë të komitetit tim artistik, sepse të realizosh një festival, pe lidhi tash prap me festivalin ndërkombëtar, është një përgjegjësi shumë e madhe. E ndoshta në këto momente unë kam nevojë me marrë një përkraje të gjithë komitetit artistik, sepse unë këtë festival nuk e kam kriju vetëm për artën ose për Gjilanin. Këtë festival unë e kam kriju mas pari për krejt fëmijët edhe të nigjerët edhe adoleshantët edhe rinia që e gëzon Republika e Kosovës. Ndalemi pak këtu Art, sa e gëzon mbështetjen nga niveli qendror artistik ta quaj, nga komuniteti siç po e quani artistik qendror, do të thoja, ata që janë me famë ndërkombëtare ose me famë më të madhe në nivel shtetëror. Elvona realisht është se zakonisht festivalet e tilla që janë komunale, nganjëherë din të konsiderohen vetëm komunale, por në fakt ky joti është ndërkombëtar dhe nuk ka të bëjë siç e thatë fare vetëm me artën ose me Gjilanin, por me Kosovën në përgjithësi madje edhe për te. Elvona është edicioni 9. Mundem me thonë që 7 edicione, Arta i ka mbajt mbi supe duke investuar gjithçka në këtë festival. Duke ndarë gjithçka nga xhepi im dhe duke investuar tek ky festival. Në aspektin material, gjithçka vetë kam investuar,
por nuk mundem me thonë që në aspektin e përkrojës dhe në aspektin për me i shty përpara me gjona teknike, kam pas edhe artdashës, disa nga bizneset që janë në Gjilan, të cilët ma kanë dhënë një shtytje, si që është biznesi Vali Ranch, më ka qëndru dhe ma ka besu ëndrën dhe idejen se unë ku po du më arrit. Janë edhe disa bizneset të tjera, si Afrokom që më ka afru pun teknike, do me thonë për me realizu, sepse festivali ka kostën nga më të ndryshmet. Natyrisht. Tek edicioni 8, kur ne kemi arrit, fatmirësisht unë ka ngëzu mbështetje nga Komuna e Gjilanit, Drejtoria për Kulturin dhe Sport, si dhe lajmi më i mirë është që tani festivali ka marrë mbështetje nga edicioni 8 edhe nga Ministria e Kulturës dhe ka kalu në programin 3 vjeçar. Gjatë që mu me thonë që u konë ndështa gëzimi maj matë që unë e kom përjetu në ajherë një jetën time, që kur e kom pa listën e rezultateve, më kanë shku edhe latë edhe nuk mujtë më armë veti, ndështa një 20 minuta prej gëzimi. Do me thonë ishin momente që realisht i kom ndru me orderin që të pikë, sepse, thash, edicioni që e lam pas, ishin 17 drejtar të shteteve ndërkombëtare. Ata Elvana nuk vinë vetëm për me gjyku garus që konkurojnë në festivalin që këndohet gjallë live, po ata me veti kanë edhe ftesa ndërkombëtare, se si cilin nga ata drejtar ka një festival të vetin shtetin ku ai jeton dhe vepron. Dhe kjo është e mirë edhe për shtetin e Kosovës. Dhe me vete ata i kanë edhe ftesat, ku talentët e Republikës Kosovës marë parasysh edhe talentët e Shqipërisë po përfitojnë këtë rast, gjithashtu edhe Lugina është e përfshirë, edhe shqiptarë të cilët jetojnë në Maqedoni. Ata marrin ftesa pastaj për me shku në festivalet e drejtarëve të festivaleve ndërkombëtare, ata do me thonë shkëmbejnë edhe ftesa, nëse Elvana paraqitet bukur dhe ja rëmben zemrën dikujt prej antarëve të juris, ata përveç që kanë me gjyku në Puentin, kanë me adhuru Elvanës e mora si shembull ftesën për me shku pastaj në festivalet. Për artistët shqiptar, nis një rrugtim i skenave ndërkombëtare. E kjo është më me thonë ndoshta ajo arritura që unë e shoh më e madhe, se është ajo ura lidhse, që nëpërmjet Rising, talentët do me thonë, gjithë projet shqiptare, po e kanë mundësin me shku festivale dhe me marë, është eksperienca, janë eksperienca tepër të mira. Unë i shoh fëmijët që i kam një kohë gjatë që i dërgoj në për festivale ndërkombëtare, sikur tjetërsohen Elvana, marrin përvoja, eksperienca të mira. Por mbi të gjitha është edhe një promovim i jashtëzakonshëm i shtetit të Kosovës, se ne konsideruemi ende shtet i ri. E vërtet, është një prezentim që beso që mundohemi me gjithë shpirt me dhonë maksimumin, e shoh që edhe tek fëmijët është kjo është, do me thonë, ende është, do me thonë, edhe tek rinia, është edhe ajo dëshira që me përfaqësu sa më dinjitetshëm shtetin e Kosovës. Çka thotë ardhmja dhe e fundit për këtë raund? Hajde. Në lidhje me 2 kartat e mëparshme, merrni parasysh shembullin më poshtë. Për të përmirësuar ose zgjidhur temën që po diskutohet, mund të jetë më mirë të përdorni meditim, lutje, relaksim ose vizualizim. Çfarë mendoni se mund të përdorni dhe pse? Për ta thjeshtësuar, cila është arta në këtë rast? Më shumë e meditimit, lutjes, relaksimit apo vizualizimit? Elvana, çka kisha dashur më pas të trijat? O zot. Ndonjëherë i admiroj dhe shoh kolegë që e praktikojnë jogën. Kam një shoqe shumë të mirë e cila edhe ajo veç është edhe trajnere e jogës, e të meditimit. Unë përpas gjimit nuk është që praktikoj diçka tjetër, e kam shumë të nevojshme. Po du me marrë vesh një shembull në kohën kur u shfaq pandemia në shtetin tonë të Kosovës, u pezullun gjitha aktivitetet kulturore, procesi mësimor, do me thonë, bashkëshorti e më valoni më thotë, artë të ardhë një shansë e fundit të me pushu pak me vetën, më relaksu pak me vetën. A ditë qka, unë nuk mujtë më relaksu, nuk jam person i tillë që mundem edhe pse e du ndonjëherë. Unë online e ku majtë festivalin,
në qatë kohë, edhe I kom pas 32 shtete. Do me thonë, une nuk kom mujt. Sepse I menoj isha fëmijët tonë çka janë të bo në qëto momente, çka është të bo rinia, çka janë të bo të një gjerët, I ka kaplu gjithë, do me thonë, ngarkesa, të një shkej edhe ato momentet psiqike, unë jam edhe vetë tonë, edhe vajzën time kur e shefsha të pasivizume më pengojke, edhe thash, kur me një shtëpi, ka mrenda mureve, këndim, tinguj muzikor, instrumente, ajo ngjyrë e mirë, ajo energji e mirë, shfaqet edhe të antarët e tjerë të familjes, edhe vendosa, e mora iniciativën, do me thonë, unë kom realizu, është gjithë shka e filmume, është në kanalet e mija të YouTube-ës, unë në kohën e pandemisë kam mbajt festivalin online, do me thonë, me 32 shtete të cilët kanë qenë gjithë në mënyrë virtuale të aktivizuar. E jashtëzakonshme art, kjo flet shumë për energjinë e madhe që e ke brenda dhe dëshirën për të sjellë gjithmonë diçka të re për publikun edhe për popullin e Kosovës. Është vërtet për të admiruar. Faleminderit, shumë e vlerësoj. Është koha që sërish të rikthehemi muzikës, shpejt kaloj raundi I parë I hapjes së kartave, tregom si po ndihesh në këtë pjesë. Realisht jam të ndiej shumë mirë edhe mundem me thonë që mi ke nxjerr disa nga përgjigjet që ndoshta të tjerët nuk I kanë dëgjuar asnjëherë nga unë. Kjo është edhe natyra e emisionit që t'ju njohim për te figurës publike. T'ju njohim si personazhe, si personalitet. Të dashur dëgjues të Radio Kosovës, është koha që sërish të rikthehemi muzikës, ndërkohë që ju asesi mos u largoni nga ne, sepse siç e shihni me Arta Nuhiun kemi shumë çka për të biseduar edhe në raundin e dytë të hapjes së kartave të jetës së saj. Rikthehemi pas pak. Dëgjues të dashur të Radio Kosovës, jemi sërish bashkë, po ju shoqëron emisioni Hynesha, e tash është koha për raundin e dytë të hapjes së kartave të Hyneshës ime personte Arta Haziri Nuhiu. E dashura I gati. Po, Elvana. Zgjidhe një kartë nga e kaluara. Kret me të para të Arta. A mundem do me thonë edhe Po, prej edhe, në... po, nuk e kam ditë. Për tjera. Nga fundi, nga mesi ku të duash. Okay. Në lidhje me atë që sa po keni diskutuar, çfarë ndjenjash pozitive përjetoni më shpesh? Kur kthehesh në të kaluarën tënde dhe kujton gjithçka në një rezume të plot, do të thoja. Çfarë ndjenjash pozitive përjeton më shpesh? Zakonisht kur kthej veten ku dhe kur shoh tani, do me thonë që shka ecë krejt kjo ecuria e artës edhe rrugtimi I artës, mund dhe me thonë që janë ndjenja të larmeshme. Por, se nuk knaqëm me vetën. Dhe me thonë gjithmonë I them vetës artë mundesh edhe ma shumë, mundesh edhe ma shumë e dhonë, gjatë që të njëjtë ndoshta ja kërkoj shumë shpesh edhe nxënësve që punoj, ose edhe vetë vajzës time, sepse ajo është një artiste. Por, ndjenjat janë të larmishme dhe ndonjëherë të përzime, Elvana, por në shumicën e rasteve e gjej vetën me ndjenja të forta dhe proud. Edhe në krenare për krejt që të arritje, po gjithmonë të projektu në trunin tem që edhe për ma shumë. Edhe për ma shumë. Gjanat nuk kanë baru, po kanë me ardhë edhe ma të fuqishme, dhe me thonë. Kur kemi kërkesa kaq të mëdha ndaj vetës, natyrisht edhe ndaj të tjerëve, sigurisht që as kritikat nuk mungojnë. A je autokritike? Po, edhe I pranoj, edhe I pranoj, kur I marr, I pranoj, se mendoj që ato na bojnë shumë mirë dhe na bojnë me reflektu me vetën. Ti ju jep kritikat të tjerëve, apo më shumë e kritikon vetën? Cila është ata? Jo, unë jam njëhem si tip që gjithmonë njerëz të cilit I dua dhe rrethin me të cilin unë shoqërohem, kështu në parim të jetës time kam, nëse du me ja thënë një kritik, dua t'ja them ball për ball. Gjatë që të na nuk ndodh mentalitetin ton, më shumë I dëgjon mas shpinës kritikat, ose jo, domethënë nuk e kanë atë guximin. E unë fatmirësisht e kam që të guxim, nëse Elvanën e du si mike, ose si kolege profesionale, ja them kritikën face to face. Në fytyrë, po, jo në pranin të tjerëve. Çka thotë tashmja në këtë pikë, zgjedhë një kartë. A tash pe marr Ka mesi, ja? Hajde. Mesi I artë. Hajde.
Identifikimi është një mekanizëm mbrojtës në të cilin një person identifikohet me dikë ose diçka. Duke vepruar kështu, ajo përpiqet të arrijë dëshirat e tij ose të saj. Nëpërmjet identifikimit, njeriu i percepton sukseset e njerëzve të tjerë si të tijat ose të saj, gjë që i bën ata të ndihen të rëndësishëm. Për shembull, një djalë flet për shtëpinë e ndërtuar nga babai i tij sikur ta kishte ndërtuar vet. Kur dhe si e përdorni identifikimin si mekanizëm mbrojtës, jepe një shembull. Duket qartë që nuk je personi tillë që të pëlqen të identifikohesh me gjërat e të tjerëve, si qëndron realiteti. Realisht është shumë e vërtet. Asnjëherë nuk e pëlqej të identifikohem me gjërat të cilat nuk janë vetë autore e atyre gjërave. Mundem me thonë që unë inspirohem, motivohem, sepse gjitha këto, deri tani në 32 shtete, përfaqësoj Kosovën, në 32 festivale ndërkombëtare. Shumë përvoja të mira që unë i kam gëzu, duke i parë nga afër, i kam marrë, që më kanë shërby për festivalin tim, po gjithmonë një mundu me rujt atë identitetin tim dhe ato me i kriju vetë unë si artë, si autore. Dhe me thonë, kjo qëndron saktësisht ashtu si që thua, sepse asnjëherë nuk e mendoj që është gjë pozitive kjo gjë. Duke qenë se me ligj mungon e drejta e autorit, zakonisht ju artistët përballeni me këto telashe të identifikimit të punës suaj nga të tjerët. Të ka ndodhur ty që dikush tjetër të identifikohet me një vepër apo me një sukses tëndin, në emër të tij ose të saj? Po më ka ndodhur Elvana, për shembull, unë në fillimet e mia, do me thonë, kur kam bërë përfaqësimet e para, mbaj mend në festivalin Minsk të Bielorussisë. Më erdhi ftesa dhe unë e publikova ftesën në rrjetet sociale. Por unë atë ftesë nuk e mora vetëm nga shkëmbimi i internetit, po unë kisha shku në 3 festivale tjera, kisha dëshmu vetëm profesionalisht, dhe me thonë dhe erdhi ajo ftesë nga drejtoresha e festivalit Le Marie në Minsk të Bielorussisë. Mbaj mend që djalin e kisha 1 vjeç. Dhe ishan, dhe me thonë, edhe kisha, dhe me thonë, edhe në gji. Gjatë që kur merë ftesa, ishke shumë sfit për mu se me loni fëmi 1 vjeçar, duke di se ti nana që e ushqen atë fëmi, pavarësisht që djali kishke 1 vjet, edhe ushqek edhe me ushqim shtes, por është ajo ndjeshmëria e forte të qenurit nanë. Mbaj mend që bashkëshorti më ka mbështet fuqishëm edhe familja ime edhe më kanë thonë ti nuk dush më dorëzu, dush me shku. Na kena me pas kujdesin maksimal për djalin. Dhe një kolege imja merë ftesën time që unë e postoj në rrjetet sociale, të njëjtën hyn të drejtoresha edhe fol në emër time, do me thonë. Do me thonë, ftesat unë të cilat i kam rëmby, nuk jam kundër soni kur i bi, ndërkombëtar këtu i bi për mi shërby edhe komitetit tim artistik, me kriju lidhje. Po jo në qatë formë që tani ajo e ka bu. U mundua që ta përvecoj ftesën tënde në emër të saj, apo si ndodhi? Po, është mundu, por normalisht ata të hujt, nuk është se bien letë këto në gracka të tilla, dhe unë vetëm se kam një keqardhje se qysh mu me arrit deri edhe në qatë pikë. Ke pasur pastaj përballje me të? Ke diskutuar? Kam diskutuar edhe nuk e kam prit se ka qenë personi që unë e kam përkra shumë. Dhe ndonjëherë thu që kur ti jep kaq shumë dashni edhe kaq shumë energji për dikon, ndonjëherë mundet më të kthy bumerang. Unë ka qenë personi që ndoshta asnjëherë s'm ka shkuar në mend që mund ta bëj një gjë të tillë, sepse unë edhe ajo filloi dhe unë e mbështetesha dhe e jepsha këshilla, u munoja domethënë të qëndroj tërkohës me të në telefon duke i rekomanduar gjërat si nisën. Edhe, dhe me thonë, ajo bëri një veprim prapa shpinës time, duke mos u konsultuar me mu, se nëse ajo do të vend të thështë arta, dhe unë du bashkohem me ty. Si, a ekziston një mundësi? Me marrë një ftesë. Me zemër e them që unë kisha lobu tek drejtoresha dhe ja kisha rezervu edhe kolegës një ftesë, por jo në qatë formë, sepse si qëndron sot raporti, ka ngelur diçka nga i bashkëpunim apo fare? Realisht ajo është dorëzu, sepse
nuk është që vazhdon më me të njëjtën aktivitet si që unë e bëj, ka majtë një edicion nëse nuk a bëj, edhe nuk është që mbon më aktivitet, sigurisht ndoshta edhe kur niset diçka me kësi gjëra, nuk është se e arrin rezultate. Natyrisht. Çka thotë e ardhmja dhe e fundit për këtë raund? Edhe këtë po marrëm mesel. Hajde. Në lidhje me dy kartat e mëparshme merrni parasysh shembullin më poshtë. Përcaktoni një vendim në lidhje me temën për cilën keni folur, si do të veproni për ta arritur atë. Për ta thjeshtësuar në të ardhmen tënde të afërt, ke ndonjë vendim për cilin ti do të punosh për ta arritur? Po, Elvara. Qoftë në aspektin personal, qoftë në atë profesional. Po e them profesional s'pari, sepse unë festivalin Rising Stars mendoj me plak. Edhe mendoj çdo vit me rrit me përfaqësime shtetërore. Në edicionin e 9 më gëzon fakti që deri tani, do me thonë, sepse konkursin vetëm e kemi të hapur deri me 20 maj, interesimi i konkurrentëve ndërkombëtar dhe vendor është jashtëzakonisht i madh. Ndalemi pak këtu, sa konkurrent duhet jenë pjesë e festivalit për të plotësuar numre? Nuk është se e kemi një numër të caktuar, por kisha dashur me specifiku. Rising fillon me grup mosha. Marrin pjesë fëmijët edhe të rriturit, fëmijë të rritur. Domethënë janë moshat prej 5 vjeç, po mundem me thonë që fëmijët e të rritur janë mosha 12 vjet, 10 vjeç, pak më të rritur. Pastaj i prek edhe grup moshat adoleshent, që janë të shkollave të mesme. E prek rinien, studentët, dhe gjithashtu edhe moshat e të rriturve. Janë të gjitha kategori të ndara, do me thonë, në grup mosha. Shpesh herë paragjykohet në syrin se na nuk kemi mësu me pas një festival ndërkombëtar edhe me i pas të përfshim këtë grup moshat. Më ka ndodhur, kanë marrë pjesë ndoshta artist Kosovës, që kanë garu në festivalet mëdhaja, edhe kanë po në atë synin që ka festival për fëmijë. Dhe sikur e kanë rezistu. Jo, në gjitha Si qëndron festivale. si vjetë dëshira ose konkurenca për të aplikuar, me qenë se po thoni se kemi aplikimin në hapur? Do me thonë, është vedisu dhe kjo po më gëzon se në gjitha festivalet, ku do në botë, do me thonë internacionale, ku ka diversitet kulturor, kështu fillan, me grup mosha, sikur ta marrëm shembull këto sportive, janë të kategorizume me grup mosha. Njëjtë është edhe në festivalin Rising. E tash është vedisu që ajo shtres, e kam pa që është jo i fëmijëve, po është i të gjithëve. Është i fëmijëve, është i adoleshentëve, është i rinis dhe është edhe i moshave madhore. Unë mendoj këtë festival në të ardhme shumë të shpejt, natën finale, du ta shoh me një skenë të madhe dhe me orkestër. Fatkeqësisht tani mjetet nuk po i kam që po më premtojnë me bo edhe orkestrën. E natën finale të festivalit, me gjithë këtë përfaqësim ndërkombëtar që aktualisht veç e kemi, vetëm vlen theksohet vetëm nga Malta i kemi që kanë aplikuar 25 konkurrent. Kem nga Indonezia, nga Spanja, nga Turqia, nga Romania, edhe nga shtete jo njuse, që është shumë e rëndësishme. Po Moldavia, Ukraina, do me thonë, kemi shumë që janë, bilen këtë edicion kemi edhe nga Rusia, edhe gjithashtu edhe nga Kazakistani, që po më duhet më marrë edhe me pjesën e procesit vizave. Po, natyrisht. Kështu që unë mendoj. Si qëndron bashkëpunimi me Ministrinë e Jashtme në këto rrethana? Fatmirësisht është i mirë, ju kom drejtu me një email adres, ku kom dash me i ditë gjitha procedurat për mjavë dërgu këtyre, do me thonë pjesëmarrësve si me apliku me një vizë online, dhe një nga personelet e Ministrisë Jashtme aty, ma ka lehtësu shumë duke më thënë që Arta në këtë drejtim, do të mundohemi me të ndihmu, bëje të gjithë listën e panelit jurisë dhe konkurrentëve të cilët ka nevojë për vizë, po mundohemi që t'ja bëjmë ma lehtë pjesëmarrjen në pajisjen e vizave. Gjatë që unita mineral me një lehtësim edhe me një dorë nga shteti që po ma ndihmon në këtë aspekt. E shoh, do me thonë, Rising e shoh në një të ardhme
që mendoj që e plotësoj veten, që natën finale ta kem me një orkestër të madhe. Dhe unë nuk kam asnjë dyshim që Rising Stars do të vë themelet e tija edhe do të jetë ndoshta një nga asetet më të rëndësishme kulturore në Republikën e Kosovës, me gjithë energjinë dhe punën me shumë përkushtim që e keni bërë edhe gjatë këtyre edicioneve. Art, në këtë pikë të emisionit u zakonisht e pyes Hynesha se sa janë të lidhura me muzikën, ty s'kam nevojë sepse kam përshtypjen që zgjohesh edhe bjen me flajt e shoqëruar me muzikë, por cila do të ishte një këngë që ne mund ta plotësojmë për ty sonte në valët e Radio Kosovës. Atëherë, unë edhe çka është e mira Elvana që unë zakonisht i dëgjoj të gjitha rrymat muzikore. Po normalisht për me ma plotësu sot dëshirën time, unë edhe vajzës time ja kom vendos në repertoarin e saj dhe ajo tash ishte edhe në Malt, ku rëmbeu çmimin e parë në kategorinë e saj në mosha 15 vjeçare, këngën e Lara Fabian Adagio. Kjo është një kryevepër e këngëve muzikore, kështu që unë me shumë dashuri do ta dëgjoja këngën Lara Fabian Adagio. Shumë zgjedhje e bukur, unë do të los deskun e muzikës që bashkë në këto momente të dëgjojmë Lara Fabian vetëm për dëshirën e Hyneshës ime për sonte Arta Nuhiu, ndërkohë që ju mos e ndroni kanalin tonë sepse pas pak rikthehemi me raundin e tretë dhe të fundit. Të dashur dëgjues, jemi shoqëruar kështu me Lara Fabian për dëshirën e Hyneshës ime për sonte Artës, e cila po bën hapjen e kartave të jetës së saj në 3 perspektiva. Tani kemi ardhur tek raundi i tretë dhe i fundit, e dashura e gati. E dashur jam shumë gati dhe mundem me thonë që është një energji shumë e mirë këtu në studio me ty. Faleminderit shumë, të njëjtën po e reflekton edhe për ne, tashmë e mësove sistemin e zgjedh nga e kaluara me të fundit, ë? Me të fundit. Si do të dëshironit t'ju shohin të tjerët në lidhje me atë që sapo keni diskutuar? Ne falem edhe për profilin tënd personal dhe ato profesional. Si do doje që të shihnin të tjerët nga e gjithë e kaluara jote që e ke përjetuar? Me të mirat dhe dobësitë e saj. Ndoshta dua të më shohin ndonjëherë na dim të paragjykojmë në atë aspektin e pamjes. Ndoshta ndonjëherë pamja ime mund të duket që jam ndoshta si ta them, dukem ndoshta pak ma emralt, nuk e di, kom pas raste që të tjerët ma kanë thonë, ma serioze, ndërsa unë nga natyra jam shumë e hapër, dhe jam shumë njeri i tokës. E ndonjëherë ndoshta edhe ky perceptimi i jashtëm mundet me lanë të dëshirueshme këtë pjesë, po gjatë që unë nuk e kam, edhe kështu që mundohem me veten tim shumë natyrale, shumë modeste, e afërt, e ndoshta këtë dua që ta shohin të tjerët nga Arta. Dhe unë jam shumë e bindur që me një bisedë të shkurtë me ty mund ta kuptojnë shumë lehtë thjeshtësinë tënde dhe faktin se sa e afërt dhe bashkëpunuese je me të tjerët. Uraj. Çka thotë tashmja në këtë pikë, zgjidhe një kartë. Nga cili gabim keni mësuar më shumë? Në jetë, sigurisht, të gjithë bëjmë gabimet tona, disa më të rënda, disa më të lehta. Ka pasur ndonjë në jetën e saj nga i cili Arta ka mësuar më shumë? Po, në shkollën e mesme, kur kam vazhdu, mbaj men, prindrit na kishin ashtu si se ceka na kishin mbështetur shumë për shkollimin muzikor. Edhe unë lakmoja që shoqët e mia shku në gjimnazin Zein El Abidin. Edhe unë lakmoja që të shkoj pas shoqnis, duke mos e menduar gjithë atë investim që prindrit e kishin bërë për ne. Vazhdova gjimnazin, edhe e di se mungon të mrenda vetës. Ajo pjesë pse nuk e vazhdova shkollën e muzikës. Edhe mbaj mend që pastaj mami sidomos është marrë shumë e mu, duke ma vënë gjithmonë në mendje se duhesh të mbarosh shkollimin muzikor për këtë që ti e gëzon këtë talent, edhe për këtë që ne të kemi mbështet tërë kohës. Edhe e di që kam bërë një gabim që më shkëput për një kohë,
po prap pastaj jom rikthy dhe kam vazhdu në shkollën e mesme të muzikës. Pra nuk është që ky gabim të ka bërë shumë dëm në jetën tënde, sepse pas ke kuptuar shumë shpejt që duhet të rikthehesh vendit që në fakt edhe i takon. Po e vërtet Elvana, po duke i falemnderuar nënës, edhe normalisht ajo më ka bind, sepse është ajo koha e shkollës mesme që ndonjëherë nuk i merr vendimet edhe të menduara mirë. Natyrisht. Unë prate mendoj që ne si prind kemi shumë obligim, sidomos kur janë të këtyre moshave të qëndrojmë afër dhe të mundohemi me i bind me shembujt më të mirë që ata me kuptu se për çka vlen. Natyrisht, kjo është shumë e bukur dhe e rëndësishme. Çka thotë e ardhmja dhe e fundit fare për këtë edicion? Në lidhje me dy kartat e mëparshme, merrni parasysh shembullin më poshtë. Çfarë lloj ndryshimi nuk e dëshironi? Çfarë po bëni për ta parandaluar atë? Kjo është më shumë personale. Çfarë lloj ndryshimi nuk e dëshiron tek vetja në një të ardhme të afërt arta? Në karakterin, në personalitetin e saj. Qëndrueshmëria nuk e dëshiroj. Domethënë qëndrueshmëria që unë mbaj brenda vetes dhe guximin nuk e dëshiroj asnjëherë ta ndroj. Domethënë këto janë dy gjëra që mu më karakterizojnë edhe që më kanë jep shumë nga vetja për me arrit pikat ose targetin që unë e kam vendos te vetja ime. Çfarë po bën për ta parandaluar Arta? Që qëndrueshmëria të mos ndryshoj tek ti. Dhe guximi gjithashtu. Puna aktive që e bëj vazhdueshëm. Gjithashtu edhe asnjëherë duke mos u ngop për me zhvillu veten sa më shumë profesionalisht. Domethënë pasioni që e jap prej vetës, këto mendoj që po ma mbajnë këtë qëndrueshmërinë edhe guximin që unë të zhvillohem, domethënë nuk ngopem me këtë anën profesionale. Gjithmonë dëshiron më shumë e më shumë. Po, pavarësisht që kam kalu gjithë këtë rrugtim, gjithë këto përvoja, gjithë këtë eksperiencë, gjithmonë i them vetës që asnjëherë nuk është një stop. Gjithmonë duhet më shumë. Mirë, Art, kaq ishte minutazha për hapjen e kartave të jetës tënde në 3 perspektiva. Tani që jemi krejt në fund, tregom si po ndihesh dhe cili është reflektimi yt për veten tënde. Elvana, unë thash që po ndihem me një super energji të mirë. Gjatë që disa nga pyetjet e vërtet është që nuk i kam pasur në asnjë studio në asnjë studio televizive, gjatë që them që mbane me nxjerr diçka nga personaliteti im që ndoshta në intervistat e mia nuk është që audienca i ka dëgju këto përgjigje nga unë. Kështu që mund me thonë që unë unita shumë komod dhe unita shumë mirë me gjitha pyetjet që mi parashtruat. Ishte shumë kënaqësi. Faleminderit shumë, unë kisha kënaqësinë edhe nderin e veçantë me të pasonte. Turoj shumë suksese dhe shëndet, jo vetëm me festivalin, por në gjithçka që ti bën. Faleminderit shumë e dashur. Të dashur dëgjues, kemi qenë kështu në një bashkëbisedim shumë të këndshëm me artisten Arta Haziri Nuhiu, e cila bëri hapjen e kartave të jetës së saj në 3 perspektiva. Me mua Elvanën dhe një hynesh tjetër, bashkë takohemi javën tjetër. Deri atëherë, gjithë mirat.